Ka, janë me emra, po, sigurisht janë me emra ato. Edhe ky vetpastrimi është edhe një pjesë e ngërçit të mos funksionimit me kapacitet të plot. Ndjesë në preva. Pra, vendimi i sotëm nuk ka as i gëzon kam përshtypjen dhe as i dhëron, pra janë shumë imun ndaj kësaj arsye. Teorikisht nuk do duhet të ishin kështu. Sepse duke qenë se është një strukturë e posaçme, ata presupozohet që janë njerëz idealist, teorikisht po flas gjithmonë, ha. Domethënë janë deri do t'i demoralizonte fjala vjen nëse Velia do lirojë. Po nuk janë kaq ata edhe kur i prek kështu domethënë nuk as gudolicën as fiskohen në burr tani. Mos ju i shiko ose ne tek kemi tendencën gjërat. Ne kemi pas gjithmonë tendencën se duke qenë se nuk kemi pasur asnjëherë një prokurori aq shumë funksionale sa të shkojë tek njerëzit e lartë, pra me pushtetë kanë fjalën, ne kemi pasur tendencën domethënë krimet e rënda kanë qenë të tilla. Jo tek funksionarët e lartë publik. Po, guvernator, ministër. Tani tek. Arrestuar. Po kryebashkiak e minaqoja presidentat e nuk ka bërë burr. Guvernatori është më lart se ministër. Guvernatorin e bën si e bën dhe ti e di shumë mirë si e bën dhe pastaj e dhan 500 milion lekë dëm shpërblim o burr tani po. Sa mirë ta herin krimet e rënda e bën. Nice, okay. Dakor. Unë mendoj domethënë që ne e kemi pasur përshmëri shumë të mëdha për këtë SPAK dhe prandaj i kemi gati quajtur si falkonet apo bersoninet e rinj të gjyqësorit shqiptar. Nuk janë kështu. Pa të po them dhe e dyta, meqense ti po më pyet në lidhje me këtë që do vjen ky ambasadori amerikan do bëj ky në gjë të madhe kushtet ditë. Nuk e besoj fare unë as. Ai do vi prokuror? As këtë. Mos ta presim këtë, se ne tani presim aladat, dhe në fund kur shoj këpucit janë të dyja të djathta ose dyja të majta. Pavarësisht se bëjmë edhe gjë ne. Këta do vinë dhe do thonë ne kemi SPAK-u ka mbështetjen e madhe qysh tek. Në fund të ditës është Edi Rama dhe Sali Berisha që do vë firmat për jetëgjatësinë apo jo të një institucioni të ndërtuar me ligj. Dakor. Dhe sot ne dim, të paktën teorikisht, që ka zero vullnet nga Edi Rama që këtyre t'u jepet një mandat i dytë. Dhe në momentin kur do ikin këta 9 të parët, që konsideroheshin si ajkave, dhe në qoftë se do ketë vazhdimsi ky, do futen një 9 të tjerë. Vjen ambasadori amerikan dhe thotë jep një mandatin e dytë. Dhe në qoftë se do vinë 9 të tjerë, të siguroj re që ata 9 të tjerë që do zëvendësojnë këta 9 që do largohen në 2028-ën, do jenë me 4 partie. Pse këta janë? Këta teorisht po ti me 4 partie nuk arrestonin Velia ai no. Ma gjej një prokuror të SPAK-u sot që ka votuar djathtas një në vet. Një. Bast. Atëherë. Se ka që, sepse edhe për Porto Romano të Rama, unë nuk pyes asnjë. Sa nxorri kryetari i Dhomës Amerikane të Tregtisë një email, nesër më në rrezoj. Është shumë e vështirë që të votohet partia e ballit kombëtar, se ata janë djathtë në Shqipëri. Aty diskutim tjetër, aty duhet ta kompetoj. Se nuk janë vetëm ata, janë legalistët. Po që për djathtë është liberal, legalistët ishin konservator. Në kuadër të luftës politik SPAK. Shiko, SPAK nuk ka qenë asnjëherë i sulmuar nga sistemi i drejtësisë. Po flas nga gjykata kushtetuese, nga gjykata e lartë. Nuk ka pasur asnjëherë probleme me këto. Madje pretendimet kanë qenë që SPAK i kontrollon këto. Po. Sepse e lejon dhe ligji mos gabohem, avokati mund të ndihmojë që ti përgjoj. Po, e vërtetë. Pra do thotë që SPAK është organi i hetuesisë, është mbi organin i cili mbi arbitrin. Pra një ekip futbolli është që kontrollon dhe arbitrin, pra që është diçka e paimagjinueshme dhe SPAK e ka dhe këtë fuqi. Pra nuk ka më çfarë të ketë, i ka të gjitha. Nuk ka justifikime sepse ka ponesa, ka ngesur. Të jemi të sinqertë në. Pra që ka 6 muaj që rri një orë 50 metra të gjykata po. Të jemi të sinqertë ka të paktën 1 vit, 2 vjet që nuk ka më aksione. Nuk që nga rasti i zonjës Balluku i fundit ka ngesur e gjitha dhe për mua ka ardhur koha për një qasje tjetër. Nuk jemi në fazën embrionale. Pra SPAK nuk është një institucion embrional. Dakor. Është një institucion i cili po funksionon dhe ka një fuqi të jashtëzakonshme. Është rritur dhe numri i hetuesve të BK-s, u rrit me 25 gjatë këtij viti. Pra nuk i mungon asnjë gjë, janë të mirë paguar, janë të vlerësuar, edhe kur bëjnë gabime prap janë të vlerësuar. Unë mendoj që ka ardhur koha për një qasje tjetër. Kthehen përsëri te Italia. Në vitet 92, Di Pietro, prokurori i njohur italian, filloi një kauzë një rast korrupsioni dhe rishfeti shumë të vogël që ishte ajo
që u quhet Manipolite, duart e pastra, dhe nga ajo filloi pastaj Tangentopoli, shpërtheu në Milano, rasti ku u arrestuan të paktën 1200 zyrtar, biznesmen dhe politikan nivelit lokal, politikan të nivelit qendror. Dhe u hetuan 5.000 politikan të nivelit të lartë gjithashtu, biznesmen, gazetar dhe njerëz të fushave të ndryshme. Dhe çfarë ndodhi? Në arkun kohor të 2 viteve, ajo që u quhet, kthehem përsëri, Republika e parë e Italisë u shpërb. Dhe ndodhen 2 vite që u godit korrupsioni në mënyrë aq të ashpër sa u shpërb një klasë vërtet politike e gjitha, ish kryeministri Iku Narati, vdiq atje. Ajo do ndodhe këtu. Ajo do ndodhe në Tiranë. Dhe çfarë ndodhi? U pastrua. Italia u fut në G7. Italia u fut në G7. Pati zhvillim të jashtëzakonshëm ekonomik. Dhe vendi ndryshoi katësipërisht imazhin ndërkombëtar të tjerë. Nuk po ndodh në Shqipëri. Sepse nëse një strukturë posaçme heton 2 zyrtar, nuk po ndodh. Nuk po ndodh për momentin jo, nuk e di më vonë. Nëse një strukturë, një strukturë heton 2 zyrtar në vit, 10 zyrtar në vit, nuk e bërë asnjë gjë. Niveli korrupsioni nuk është se ty po të bie në mënyrë drastike, po të ulet në përqindje shumë të vogla, por nuk po të bie. S'po firmos kush më. Që do të thot, duhet ndryshosh strategji, duhet ndryshosh qasje, qofse për të justifikuar dhe ekzistencën tënde, sepse pse mos ta mohojmë, ato paga që kanë, ata kanë dëshirë të jenë sa më shumë, atje sa më gjatë, por mua si qytetar kjo nuk më intereson. Duhet bën një goditje frontale, një goditje e madhe. Duhet ketë një grup hetimesh on blok, zyrtar në nivelit qendror, zyrtar të nivelit lokal, gazetar që tha Basiri me drejt që kanë bërë korrupsion, biznesmen që nëse kanë bërë korrupsion, avokat, prokuror që kanë bërë korrupsion, gjykatës që kanë bërë korrupsion. Të gjithë, nivel qendror, nivel lokal, duhet tani të gjithë të jetë një maxi proces, një proces gjigant i madh dhe i cili do ta ndryshojë totalisht imazhin e vendit. Por nëse ti bën hetime me pikatore, një sot, një pas 6 muajsh, atëherë i bie në arkun kohor të 10 viteve, do dënosh sa ka vajtur deri tani diku të 70 zyrtar. 70 zyrtar dhe 70 për 10 vite të tjera, për 70 vite të tjera, i bie në 14 vjet 140 zyrtar, që është një shifër shumë e ulët dhe nuk po të sjell asnjë ndryshe. Prandaj u them, po momenti ka ngresur. Ta ngjojmë pak Basirin me shifrat më vjen keq, po janë kundër. Pse jo, me shifrat kam merak dhe unë shifrat. Pse unë mendoj dhe besoj se po ndodh. Do ishte idealja. Pse unë besoj këtë? Megjithëse ne i bëjmë qortimet për strukturën e posaçme, për komendat, rast pas rasti duke njohur dhe material që i marrin po prej tyre. Pra nuk shpikim një dosje në vetë, mediatike, do të them. Natyrisht marrin dhe dhëna nga burimet e tjera, ndoshta dëshmi apo denoncime të lëna më njanë disi edhe nga episodet hetimore dhe bashkangjisim. Akshi, pra si organizatë kriminale, herë të parë i ka zgjuar kryeministri. Dhe këtë zyrtarisht e ka konfiguruar SPAKO si hetim, si grup strukturar kriminal. Palluku janë 35 kontrolle të 2 javëve të fundit, 60 agent, 35 kanë qenë vetëm një ditë që mori vendime gjykata. Nga 35 kontrolle. Është interesante kjo. Në çdo kontroll duhet shkojnë të paktën 2 agent. Nuk dalin agentët më shkuën në kontroll. Për një ditë jo herë, por duhet i bëjnë me copse. Dhe këtu është shtrirë edhe spektri i bashkëpunëtorëve që janë. Dhe nuk janë vetëm në ministrinë e të pandehurës Balluku. Dhe ndaj bindjen, pavarësisht ngërçeve aktuale që janë politike dhe gjeopolitike, ka shumë drejtorë të rëndësishëm, me emra të rëndësishëm që janë më shumë se sa drejtorë, janë rangje ministrësh, që kanë shkuar në strukturën e posaçme, janë pyetur aty, kanë hyrë nga tuneli. Ka shumë biznesmen që ne i njohim. Ka i tunele aty që hyn nuk të kap kamera, e din Ardi. Ka shumë biznesmen që presin bjerë nata të shkojnë në SPAK. Mos i shohim ne. Të gjithë këto janë të lidhur bashkërisht pra me ministra, me deputet, dhe këto 2 dosje pashmangshmërisht shkojnë te kryeministri i vendit Edi Rama. Këto 2 dosje realizojnë atë që thotë arbitri. Shkojnë, unë jam i bindur bashkërisht, siç jemi ne do bindemi që kjo venesë, ndryshe kam vënë re le të themi në kohën e periudhës drejtuar nga zoti Domari dhe zoti Brau të strukturës posaçme, shoh që prirja e zotit të Brau është më tepër të shkojë pas provave dhe pastaj të veprojë. Ndoshta më herët veprojë dhe shkojë te provat që kjo mënyrë është kjo mënyrë më duket më bind se le të themi kur vendimet të ndodhin, ëh? Por me jemi informuar le të themi. Ndaj këtu kemi tani shkon kryeministri dhe dekoron Agysa Gasin dhe Urgjës Qyrve në Durrës.
Kupton se çfarë halli ka ai, sepse dosjet dhe videot e përgjimeve të këtyre grupeve kriminale e kanë marrë pengat zotëri, nuk vepron dot ai më burr. Ai detyrohet publikisht t'u jap certifikat mirënjohje atyre. Po çfarë mirënjohje? Mirënjohje se e bandit, mirënjohje se e trafikant, mirënjohje se e vrasës. Dhe kjo është një dëshmi publike e kapjes, por njëkohësisht edhe strukturës posaçme që t'ja japë edhe një marrë tjetër punës, se erdhi qershori. Erdhi qershori avokat. Si e shikon këtë? Që tha Arbri, pak a shumë këtë debatin e Arbrit në Basirin në raport. Qëndrime ndryshme apo ndodh apo e realizon SPAK maksi proceset e kërkuara. Jo. Ja ta jap një shembull vetëm, tek një, mos u lodh fare për tjerët. Ilir Beqaj u hetua për dy projekte të SPAK-u, por u fut në burg për 125 milionë të SPAK-ut, ato të Europës. Jo për ato të drekat dhe darkat. Drekat e darkat. Ka ato në rrugës, ka aty ka. Nëse, unë po flas për çfarë u fut në burg. Tani ai për ato fondet europiane u fut në burg. Po pse nuk është në burg atë është Frida Krivca? Krivca për AZBR dhe këto. Ty Bashkimi Evropian është kërkesë zyrtare. 100 milionë euro që duhet të kthejmë. Po ka dosje konkrete, ka shkuar zonja, do shkoj prapë. Ka u bë. Kryetari i kryeministrit sot. Bashkimi sot. Po, kryetari i Bashkimi kryeministrit. Evropian ka kërkuar lekët mbrapsht. Po. Parat mbrapsht. Kemi filluar të kthejmë. Parat mbrapsht. Po shpuna të marrë dhe vilat që janë bërë, se sa janë bërë vila. Ministri Sala shkoi para një 2 muajsh, edhe kjo është turpi i madh pasaj që të bënte marrëveshje që t'u kthejmë lekët, do t'u kthejmë me kasë. Po se i kishte marrë borxh ato lekë. Ke parasysh, ata ti kishin falur. Vetëm do duhet t'i shpenzojnë sikur do të thoshin ata. Pra të shkonin te fermerët. Po. Pse nuk është? Ose nëse kjo zonja nuk është e pafajshme, po. Pse se mbyllet imi për këtë? Nuk mbahet një njeri varur ret. Po, që do të thot avokat, ky shembull, kjo është shembull më tipik i një institucioni shantazhush. Ai është kthyer në një lloj mashe, them unë, se kush e drejton të se dita, them, se unë mund të për SPAK-un për flas. Tani se instrument në duart e sa e ka Rama, sa e ka Berisha, sa e ka Amerika, sa e ka Redi, unë nuk e di, unë di të them këtë. Dhe ky është fakt, le të hedhin gjithkusht tjetër pastaj mbrapa. Për të mos vazhduar në 1001 afate ligjore që kanë kaluar e të i kaluar me qindra me 10 herë, të cilat i kam thënë këtu. Po këto dy dosje që thot po ja ta them dhe këta, ja dhe këta. Akshi. Po dëgjoja një emision shumë të bukur, dia parti, po mos e ngatroj, o ishte Plugu o Vetingu, po më duket se ishte Plugu, që fliste për këtë, jo ka qenë duke topi tek për Daniel Shimën. Dhe zbërthente të gjithë strukturën e, le të themi, Daniel Shimës, mënyrën se si ai në drejtori i Karçanit. Po, tani kur i di ka kaq shumë një media, që media nuk prodhon lajme, vetëm merr indicet dhe jep, le të themi, lajmin në vetvete, edhe analizon. Ka media që prodhon lajme në Shqipëri, po. Po, nuk mendon ti domethënë që SPAK-u i ka të gjitha këto? A nuk mendon ti Redi domethënë që këtu vërtet ti ke nisur procese të mëdha, por problemi qëndron që çfarë ke çuar në gjykat? Zero. Ti vërtet ke nisur procese të mëdha dhe ke nxjerrur urdhë arreste, po i ke arrestuar ata ti që janë vërtet kokat? Ky Sagasi ku është sot? U morim certifikatin e mirënjohjes. Ashtu. Për të thënë, këta që ti thua Bajrat, Suel Çelrat, ata në të Durrësit, ku janë këto? Sepse ti ke nxjerr, duhet të kuptosh. Në kërkim janë. Po prit pra. Në momentin kur ti nxjerr. Ne jemi territor më shumë se Kina, s'po gjejmë dot. Pra kjo është e bukur atë. Këtu në Shqipëri ka atë. Pra ti po mundohesh me të gjitha mënyrat për të ekstraduar ata që i ke në Dubai, të cilët janë të rëndësishëm për botën e krimit. Por nuk ka ata që i ke këtu. Është vështirë për t'i marrë ata. Se ata kemi këtu dhe marrim ata që janë larg. Pra, mos i bëjmë gjërat si. Se ka një detaj tjetër kjo. Kompania e Baxhanakut të Ramës ka marrë 800 pagesa në një vit. I kanë ardhur 3 herë ditë lekët, me tar 3 herë ditë, me tar ujë 3 herë ditë, thonë mbylla qesë me sa çmeni. Se nuk vjen. 3 herë ditë i kanë çuar lekës. Edhe struktura e posaçme nuk ka thënë ende publikisht se përgjime ka atje ku del zonja. Sigurisht çfarë ndodh me këtë kompani? Si është raporti i saj i liçkeljes ose i pafajësisë? Se tani pa fut durët zonja e Zotnit atje nuk ka bova gjë që 800 herë me të çolë ke shtëpia. Si shumë duket për një vit. Ndërkohë, kalojmë pak se besoj që i shtëruam këto. Absolutisht. Arbër Hitaj do ta nis me ty
si vlerëson zhvillimet në Partinë Demokratike, zhvillimet e fundit, duke filluar që nga zgjedhjet, që nga replikimi që ka bërë Saliani në raport me ato zgjedhje dhe që nga vendimet e fundit për sa i përket kuvendit kombëtar të Partisë Demokratike që do të mbahet në datën 30, që konsiderohet një reformim nga ana e zotit Berisha. Unë kam qenë të ata njerëz që jepja dy pejsazhe që mund të vinin pas gjithë këtyre zhvillimeve në PD, pra mbylljes të pjesës që ka të bëjë me Këshillin Kombëtar, kryesia, sekretariatet e tjera. Dhe ka qenë varianti i parë, një hapje e madhe e Partisë Demokratike, një hapje e cila më pas do tregonte që zoti Berisha do të stononte, do ishte ai që do duhet të largohej, sepse nëse ti ndron strukturën e partisë, fut emra të rinj, jeti në fund fare që duke shkëtë do duhet të ikësh, ose varianti tjetër, konsolidim dhe kalqifikim i enturazhit aktual, ata që janë humsa, dhe nesër humsat nuk mund të thonë që jeti humsi, sepse humsat do mbajnë njëri tjetrin. Dhe mua më duket se kjo do ndodhi në Partinë Demokratike, humsat do mbajnë njëri tjetrin. Fatkeqësisht prisja që të kishte një shkundje më të madhe, dhe kjo do dukej nëse zoti Berisha do të mbante zgjedhje për kryetar. Nuk do them që të largohej. Ajo do ishte varianti ideal, varianti më i mirë. Por fakti që ai nuk bëri as zgjedhje, asnjë gjë, pak a shumë zoti Berisha e paralajmëroi atë që do ndodhi në Partinë Demokratike. Nuk pritet asnjë surprizë, ndryshime kozmetike, ndryshime sa për të thënë, po jo thelbësore, dhe mbi gjitha jo një forcë politike e cila do jetë vërtet një forcë e cila do të garoj fuqishëm me Partinë Socialiste në zgjedhjet e vitit 2027. Shikoj dhe ta themi dhe këtë për opinionin publik, jemi në një muaj mjalti të jashtëzakonshëm mes PS-s dhe PD-s. Jo, sot sikur u prish ai muaj mjalti, është ajo viti janë të kompleksuar nga opinioni publik sepse e kuptoj deri diku, po gjithsesi është një muaj mjalti shumë i gjatë. Ikën në për gjitha qytetet e vendit. Ja, shikoj, ja ku i ke sot. Ja, është një mizansken e cila unë besoj që nuk ka fare vlerë. E dipse, sepse që në momenti që zoti Boçi është ullur me zotin Mazniku, kanë dalë në për ture në Shqipëri, ata kanë rënë dakord për variantin përfundimtar. Dhe Partia Demokratike këtu po bën gabim, dhe me elektoratin e saj, po dhe me opinionin publik, për çfarë është rënë dakord me Partinë Socialiste. Sepse do ta bëj transparente po patjetër, ju vërtet besoni që u miratua rezoluta sepse të dyja partitë politike u zgjuan nesër dhe vendosin që sa mirë integrimi i Shqipërisë duhet të lëmë armët edhe të ulemi po në letër ka qenë kur pengus. Në letër të gjitha kanë qenë. Në letër të gjitha kanë qenë, por diskutimi është ka të duken rastësi, gjithë këto ulje armësh në parlament janë të butë, në komisionin e reformës zgjedhore janë aty, të reforma territoriale bën këtë mizasken, po gjithçka ka qenë vaj. Pra ka diçka që po luhet, mendoj unë, dhe që nuk po i thuhet opinioni publik. Dhe unë mendoj janë dy. Edhe mund të themi një të tretën, po janë të dy. E para që palët kanë dakord për variantin final për reformën territoriale. Që do thot, nëse ka rënë dakord Partia Demokratike, do kemi një shtim të bashkive, dhe Partia Demokratike mund të ketë një 10 ose 20, dhe keni deklarat 90 bashki ka qenë varianti i parë. Unë po të them, të thash për Ibarin do kaloj. Maksimumi në qershor, jemi në janar, u mbyll. Po të them në këtë tjetrën, Red Baraku, po ja them ty dhe kolegëve tan, që do ketë një shtim të bashkive me 10 ose me 20 bashki, dhe që do jenë pjesa më e madhe e shtimit të këtyre bashkive do jenë në veri. Atje ku dhe Shqipëri, pak Shqipëria mesme, po më shumë do jenë në veri, atje ku Partia Demokratike ka më shumë elektorat. E para, e dyta, do shkojmë të tjetra, te reforma zgjedhore. Do miratohet pragu 4%, pra do t'i shkatrojnë njëherë mirë partitë e vogla, një parti e vogël, o do jesh shumë e fortë për të dalë në sipërfaqe, o për ndryshem do ta ketë gati të pamundur të ekzistojë me këtë. Po, ose do jetë detyruar të bëjë aleancë me Partinë Demokratike, që më çonte pjesa e tretë. A ndoshta ka rënë dakord Partia Demokratike me zotin Rama që të rikthen koalicionet parazgjedhore në këmbim të ndryshimit të numrit të deputetëve dhe krijimit të Senatit. Të tha shumë gjëra. Do dalin dhe këtu do jesh një pjesë. Gacizim ke PD-ja se kisha në fund këtë. Shiko,
Po PD-ja janë zhvillime partijake që në fund të ditës neve na interesojnë, po dhe nuk është se bëjnë në një interes të zakonshëm. Pak Basirin, se Basiri ka informacion më shumë se në raport me ato që po do të brenda Partisë Demokratike. Besoj se ngjajmë edhe në informacion edhe në deduksion, por ajo çfarë shohën tek Partia Demokratike në përpjekjen për ndryshuar, ka nevojë për ndryshuar, por edhe në gjithë vitin në opozitë, por edhe në pushtet, ndryshimin në Partinë Demokratike nuk janë atë heqim një kriminal, atë heqim një vrasës, atë heqim një super të korruptuar. Konsumi, le të themi, politik brenda PD-s ka ardhur për nevojën për figura të reja, cilët kanë një performancë më ndryshe, të pakrahasueshme me çfarë ka përballë. Tani, ne shohim deputet që merr mirë njohje dhe del nga trafiku i drogës ose nga sekreti shtetëror me banditët. Kupton ka kemi përballë? Çfarë diferencë është në koda përballje politike? Nuk shoh një martesë, le të themi, të mjaltosur mes demokratëve dhe socialistëve. Ka një gjë, kur nuk bashkëpunojnë, turren me vrap opinion publike ndërkombëtare, planetare, pse s'bashkëpunojnë ta, kur bashkëpunojnë, pse bashkëpunojnë ta, dhe hik se vrava, zbrit se vrava. Pra, tani ardhi pamundur, ardhi marrëveshjet politika i ka brenda këtë gjëra. A duhet të jetë kjo marrëveshje dhe ky produkt në dobi të shqiptarëve dhe jo thjesht të karrikës politikanëve? Jo, ideja është kjo, Basir, dakord, po trimte te Partia Demokratike, po, pikërisht. Partia Demokratike pritën thash ndryshime për shkak se... Ajo çfarë, ka qenë një mbledhje kryesie mbrom e Partisë Demokratike, në diskutuar, le të themi, për kuvendin e datës 30 maj, ku në debatin e bërë ka pasur goxha, le të themi, shkëmbime idesh apo mundësish për të ndërhyrë në statutin e Partisë Demokratike, disa janë dakordsuar, natyrisht primarët kanë qenë rezistentë sërish, ka pasur mendime që të hiqet primarët nga përzgjedhja e kandidatëve për pushtetar vendor apo qendror dhe deputet. Zoti Berisha ka qenë ai që ka thënë ky proces do vazhdojë tjetër. Thjesht do përmirësohet më tepër, po do qëndrojë. Nga ajo çfarë unë kam dëgjuar në bisedat me miq, le të themi,